Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Unë jam Flori Darda dhe do t'jemi edhe sot bashkë deri në mesditë për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim transmetimin e sotëm me një lidhje direkte me ekspertin e sigurisë zotin Bedri Elezi, gjithashtu bashkë me ne do t'jetë edhe politologu i njohur Dritoro Arifi për të diskutuar rreth situatës politike, po edhe të sigurisë në Kosovë, gjithashtu edhe rreth armëpushimit i cili duket ende i largët në Ukrainë. Mirëmëngjes, mirë se vini në Breaking. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Fjori. Tentativa e 20 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës ditën e sotme dhe me sa analizohet dhe komentohet, pak gjasa ka që të shkojë mirë. Zoti Arifi. Po, është vërtet, ajo që ka shihet në publik pak a shumë po vërehet që nuk ka një seriozitet nga asnjëra palë që të ndërtojnë institucionet. Sepse po të kish pasur një intens të tillë, do t'i kishim parë paktën takime zyrtare të partive që të bisedojnë për një koalicion të mundshëm. Unë mendoj jemi para dy opsioneve. Të tjerat besoj që janë të parëndësishme. Para është ose do ta kemi një qeveri të madhe, pra një koalicion të madh, varësisht se cila parti do të shkojë me vetëvendosjen, por në çdo variant nuk e shoh Kurtin si kryeministër, nuk e di, e kam ndjenjen që partitë shqiptare nuk do ta pranojnë një qeverisje nga zoti Kurti edhe për 4 vite. Pra mund të ketë koalicion por pa Kurtin kryeministër, dhe opsioni i dytë është vetëm zgjedhjet e zgjidhin këtë çështje, sepse qeveria e pakicës nuk i konven askujt, prandaj edhe opozita nuk ka një qëndrim të prerë që ne e bëjmë qeverinë, e votojnë Albin Agjiu dhe shkojmë tuti për ta bërë qeverinë. Por po vërej që asnjëri nuk i ka numrat, ose asnjëri nuk po dëshiron ta ketë një qeveri me 61 deputet, sepse e dim që do të na presin vendime shumë të vështira dhe minimumi, nëse nuk i kemi 80 deputet, do të jetë vështirë që të realizohen projektet e kërkuara nga partnerët tanë. Zoti Elezi, ku e gjen sigurinë zoti Kurti, duke u nisur edhe nga komentet që bëhen që është pikërisht vetëvendosja që po përpiqet që të shtyjë sa më shumë, le të themi, dhe të kërkojë kohë deri në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ku e gjen sigurinë që do t'i fitojë zgjedhjet e ardhshme? Si që thave nderuari, zoti Kurti e din saktësisht që nuk mund ta bëjë qeverinë. Është madje shumë i sigurt dhe fakti që i njëjti insiston në kandidatin e njëjtë Albin Agjiu për kryetar kuvendit është e mjaftueshme kushdo që mendon din se domon Kurti për të 20 herë e propozon një njeri i cili tani më botërisht dihet që nuk ka lënë nga deputetët dhe nënën tjetër vetëvendosja nuk i ka votat. Problemi nuk është këto. Unë mendoj që problemi është më serioz se sa kaq. Derisa në marrëveshjen e orës kemi pas një nënshkrim për asociacionin. Unë kam frikë që kjo bëhet e qëllimshme, që në këtë periudhë kur qeveria nuk kemi qeveri, më është në detyrë të krijohet asociacioni në gjoja në mënyrë të njëjtshme atje dhe më pas të mos merr përgjegjësinë Kurti madje të faturoj qytetarëve se është opozita ajo që nuk e leje qeverinë Kurti 3 për të shkuar drejt të mos lejimit të krijimit të asociacion. Ne dim të gjithë se asociacioni është nënshkruar në orë dhe Kurti e ka, mund të themi, kartën kryesore me të cilën ka fituar edhe zgjedhjet dhe janë nëse mendojmë ndryshe, besoj që fymi inteligjencën e qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët saktësisht e din këtë që thash, dhe kujtoj që tani edhe takimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Serbisë që është mbajtur, besoj që ka dhënë detyra konkrete për të filluar një përpjekje për eskalimin e status eventuale në veriun e Mitrovicës, në mënyrë që të reagohet, kemi një reagim ndërkombëtar për mos ndodhur ajo që po ndodh në Ukrainë, të largohen forcat e sigurisë të Kosovës, policia e Kosovës nga veriu, fillohet krijimin e një force multietnike policore e cila do të kontrollohet nga mekanizmin ndërkombëtar dhe kështu të zbatohet asociacioni edhe të arsyetuohet edhe opozita se ishte Kurti ai i cili ishte në detyrë, edhe Kurti të thotë se unë isha në detyrë dhe s'kisha mandat për ta parandaluar këtë çështje. Këtë në skenare madje mund të themi thuja se gati që mund të analizohen edhe nga qytetarët që pak
kanë arritur që të merren me çështje se jo të analizohen nga politikan në nivelit siç është i nderuarit tani në disa prenonën tjetër dhe që realisht ka mjaftueshëm kapacitetet për të trajtuar çështjet që lidhen me politikën. Jo më larg se di është hedhur një tjetër tezë në panelet televizive ku thuhet se Kurti mund të bëjë një aleancë me PDK-n. Po, është e vërtet, kjo është flitur edhe para zgjedhjeve është flitur, për shkak një takimit të famshëm me zotin Krasniqi dhe zotin Kurti, pa kryetari i PDK-s dhe vetëvendosjes, por shikoni në politikë gjithçka është e mundur, por prapë nuk e shoh Kurtin kryeministër, sepse nuk besoj që Partia Demokratike do ta merrte gjithë atë barë mbi veti, duke e pas kryeministrin Kurti, sepse qeverisja e tij për 4 vjet e kemi parë të gjithë. Pra kjo është krejt problemi, kush e merr kryeministrin, sepse edhe vetëvendosja është interesuar që të ketë një parti shqiptare në koalicion, sepse kështu do të formojë shumica absolute parlamentare dhe do të mund që të realizonin të gjitha projektet, por edhe obligimet ndërkombëtare, siç e përmendi zoti Elezi, sepse ka ardhur një kohë ku marrëveshja e Ohrit nuk është e nënshkruar, por është e zotuar, por në të drejtën e traktateve është e njëjta gjë. Si është nënshkruar, si të zotohet kryeministri kur e jep fjalën publikisht dhe mbahet një proces verbal që e ka bërë Bashkimi Evropian dhe ata e kanë futur realisht në strategjinë e tyre, kështu që kjo punë është e kryer si me nënshkrim si pa nënshkrim. Pra ajo duhet të zbatohet. Zoti Kurti nuk do që të mbaj koston. Absolutisht, kjo është esenca. Mirë, por unë mendoj që këtu kemi të bëjmë me politikan primitiv të gjitha partive, sepse më mirë është ne ta udhëheqim vallën edhe me gabimet tona, se sa që të na servojnë të tjerët. Pra, opsione që tha zoti Elezi shumë është i mundur që të ndodhë, sepse ajo ndodh edhe me bekimin e perëndimorëve. Nuk ndodh që Serbia është kaq e fuqishme, por ndodh për shkak sepse edhe perëndimorët e kanë kuptuar që partitë shqiptare, pra të gjitha partitë janë fajtore, nuk po kanë guxim të ndërmarrin. S'ka vullnet, po dhe s'ka guxim, se vullnet ka, po guximi është ai të cilin e bën një politikan të madh. Pra neve, për fatkeq që kam thënë edhe një herë të ju, po na mungoni Zoran Zaev, që e merr barën për veti, por e shpëton shtetin. Ne nuk po kemi asnjë personi. Pra, në kushtet aktuale ka pak shanse që të rinis dialogu Serbi-Kosovë. Nuk besoj në kushtet aktuale sepse ne nuk kemi as qeveri në detyrë, plus nëse e analizojmë kushtetutën shumë mirë, kjo qeveri nuk është fare aty, s'do duhet të ishte juridikisht. Prandaj ka shumë problematika, prandaj edhe zonja Kallas i ka takuar vetëm si kryetar të partive politike, ose si kryetar të grupeve parlamentare, çfarë do varianti, por jo në cilësinë ndonjë zyrtari publik qeveritar. Pra kjo e dëshmon që edhe Bashkimi Evropian nuk e sheh asnjërin figurë sot si zyrtar që ka një legjitimitet nga Parlamenti i Kosovës, sepse këtu po abuzohet shumë. Qytetari i Kosovës nuk voton për kryeministrin as për kryetarin e Parlamentit. Qytetari i Kosovës voton vetëm për deputet. Prandaj edhe ka si paqartësi sepse politikanët po e krijojnë këtë narracionin e mjekullës. Zoti Elezi, kishte diçka për të shtuar pikërisht në lidhje? Po. Vetëm desha ta plotësoj në Arifin e lidhje me atë që tha me bekimin e ndërkombëtarëve. Ne patëm një sinjal realisht kësaj që tha, çështja e hapjes disa rrugëve të cilat i kishte mbyllur policia e Kosovës, ishte një tregues i qartë për të që neve po flasim. Dhe unë besoj që faktori ndërkombëtar është të interesuar për ta mbyllur çështjen e dialogut dhe problemeve me veriun, sepse nga një qeveri në qeverinë tjetër është zvarritur kjo problematik dhe nuk ka vullnet, siç e tha dhe nderuarit, marr askush mbi vete në supët e tij koston apo faturën e mbylljes së çështës së asociacionit që ka filluar që nga viti 2013, e që në fakt e sqaroi mirë se është një zotim dhe jo një nënshkrim siç e thash unë, dhe realisht jemi drejt një zbatimit të njëanshëm të asociacionit pa llogarimarrës dhe kjo ti faturohet qytetarëve si një situatë e cila ka rritur nga kriza. Ashtu po duket. Dhe me që ju e përmendët pak më parë Vučić, ka mbledhur dje Këshillin e Sigurisë për sa i përket Kosovës dhe Bosnjës. Çfarë pritet të ndodhë? Në fakt, në bazë të disa informacione që kemi nga miq ndërkombëtar, cilët kanë burime edhe brenda këtyre mekanizmave, në këtë situatë janë trajtuar dy probleme serioze të sigurisë. Fillimisht më lejoni të përmend faktin që ishte shefi i CIA-s në vizitën e tij që kishte në Ballkan, që konstatoi se burime jo sigurie mbetën Kosova dhe Bosnjën e gatishëm ballkanik.
Dhe realisht janë. Dhe Serbia po përdor pikërisht të dy burime për të kërcënuar fillimisht statën e sigurisë nga Dyshën Ballkanik dhe gjithë Evropën, dhe njëkohësisht po i siguron një pozicionim më të mirë Rusisë në bisedimet që zhvillohen sa i përket përfundimeve me çështjet që kanë bënë me paqen në Ukrainë apo vendet e tjera. Prandaj në këtë rast, në këtë rrethona, ne jemi të vetëdijshëm dhe e kuptojmë saktësisht se përpjekja e Serbisë për minimalisht, nëse jo për të skaluar, përpjekja për të demonstruar skalim të statit të sigurisë është evidente. Kemi veprime konkrete të shteteve të fuqishme, siç është për shembull koalicioni 8 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për menaxhimin e krizave nga burimet civile, çka do të thotë se vendet e fuqishme po përgatiten për një skalim të mundshëm, po përgatiten me të gjitha burimet çështjeve që kanë bëjnë me menaxhim krizave, derisa ne për shembull kemi probleme të natyrës politike dhe që parë nuk kemi në prioritet çështjet që kanë të bëjnë me një përpjekje eventuale të Serbisë për të zbatuar kërkesat e Rusisë për destabilizimin e gadyshit ballkanik. Prandaj nuk kujtoj që është e keqe që në Kosovë nuk është e rregulluar mirëfilli çështja e ndjekjes penale për sabotimin, sepse në rastin konkret unë besoj që kemi të bëjmë me veprime të sabotimit nga partitë politike, me qëllimin e vetëm për të sajuar situata të cilat më pas do të kalojnë në situata dhe se do të ndodh ajo për cilën ne folëm më parë, se do të rrezikohet siguria kombëtare duke bërë përgatitje të Serbisë për cënimin e sigurisë së Republikës Kosovës, pikërisht duke përdorur veriun, siç edhe e njëjta gjë mund të ndodhë në Bosnjë. Duke mos harruar edhe faktin që vetëm pak ditë më parë Serbia ka marrë një borxh të jashtëzakonshëm për të blerë, për të siguruar një flotë avionash nga Franca. Ka një arsye për këtë? Pa dyshim që krejt këto kampione janë pjesë e një strukturimi të mirëfillt për një përpjekje të invazionit apo të invadimit një shteti tjetër. Ju e dini që një shtet i cili ka qasje territoriale ndaj vendeve të tjera dhe ngrit investimet e saj në jashtëpritshmërive në çështjet ushtarake, pa dyshim që planet janë fillimisht për ta fiksuar e më pas edhe për ta rrezikuar të cënuar sigurinë e vendeve fëmijë në këtë rast Kosovës dhe Bosnjës. Zoti Arifi, do doja të ndryshonim temën e diskutimit për të kaluar pak tek situata në Ukrainë. Vijon të mbetet e tensionuar, vijon të avancojë Rusia me sulme, por nga ana tjetër nuk kanë munguar edhe kundërpërgjigjet nga ana e palës ukrainase. Duket ende i largët një armëpushim. Pavarësisht ndërhyrjes Donald Trump, madje edhe vetë Departamenti Amerikan i Shtetit, duket sikur dita ditës stepet. Nga shumë ekspert amerikan dhe akademik, është parë kohën e fundit që SBA nuk ka strategji për Ukrainën, ka vetëm taktika, dhe këto kanë i kushtuar edhe SBA-s po dhe Evropës, sepse në farë mënyre edhe një pjesë e madhe akademikëve rusë, pra ajo që publikohet pak të në gjuhën angleze, kanë të shpreh që ka ardhur koha e të fortëve, sepse Donald Trump e pruni këtë frymë. Koha e të fortëve që i vjen, domethënë përjashtohet ligji ndërkombëtar dhe drejta ndërkombëtare, pra të fortët tash vendosin. Dhe narracioni dhe gjua që ka dëmtu Donald Trump me pushtimin e Grenlandës së kështu me radhë, kjo i shkon pikërisht në favor. Edhe për Rusin. Absolutisht, pikërisht kjo shkon në favor të veprimeve dhe qëllimeve ruse. Pra unë mendoj që do të ketë një paqe po të përkohshme. Pra që i bie kështu do jemi. Pra mund të shkojmë me vite të tëra derisa Rusia mund të ndodhë Rusin ndonjë rikëndellje elitës politike atje që për të qetësuar situata, po derisa është në këtë moment që si është, nuk do të ketë paqe të përhershme apo marrëveshje gjithëpërfshirëse ku palët i ndajnë rrugët dhe mirën vesh për gjithçka. Këtu ka marrëveshje për të mos u marrë vesh për asgjë. Pra kështu do ta kemi një kohë të gjatë, sepse kjo i konvenon Rusisë realisht për ta ngacmuar edhe Bashkimin Evropian. SBA-si konvenojnë, po themin thojza një paqe e përkohshme, shihet si fitore kinse e Donald Trump, mirë po i vetmit vend që nuk konvenon është Ukraina dhe Bashkimi Evropian, sepse kjo ka mandej një kosto shtesë Evropa tash së fundi e ka merituar dhe Security Action for Europe, që janë diku rreth 150 miliardë euro investime në sigurim, mbrojtje dhe armatim, dhe një pjesë e tyre do të jenë edhe për Ukrainën të destinuara. Pra, Evropa është duke lëviz në këtë drejtim, se ka kuptuar që është e bindur që Vladimir Putini nuk do ta respektojë çfarëdo marrëveshje që do arrin
në një të ardhmen të afërt. Zoti Elezi? Unë të mendim më ndryshe. Unë kujtoj që kjo që po ndodh me performancën e SBA-ve në luftën e Ukrainës është zbatim i planeve inteligjencës së SBA-ve. Derisa kemi një përpjekje të vendeve të lindjes mesme për të blerë armatime nga Kina, siç bëri së fundmi Egjipti, ne kemi një lloj, mund ta themi, një performancë më dobët gjoja të Shtetit Bashkuar të Amerikës në mbyllje të çështjeve që kanë bëjnë me Ukrainën, derisa krahas kësaj kemi marrëveshje kontraktuale të jashtëzakonshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës me vende të ndryshme, të cilat kishin planifikuar blerje të sistemeve, mund të themi, raketore dhe të tjera nga Kina. E keni parë që rreth 5 triliard dollar tani më janë zotuar nga lindja e mesme për investimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. E kemi parë flotat të cilat do të blehen nga Polonia tani më një marrëveshje për blerjen e fluturakave amerikane, Belgjika, vendeve të ndryshme të cilat mund të themi nëse të njëjtat do të mbesen në kërcënimin eventual rrezikët që mund të vinë pikërisht nga Rusia, duhet të fokusohen në sistemet e mbrojtjes amerikane, nga se ato kineze mund të jenë të qashme për Rusinë. Kjo është një pjesë inteligjente e SBA-ve, e cila është kapitalizon këtë situatë në industrinë kryesore të saj që është armatimet. Ne e dimi që SBA-ja industrinë e parë e ka të armatimet dhe padyshim që një veprim i tillë inteligjent determinon marrëdhënie të natyrës së financiare. Ju keni parë një zotim apo një marrëveshje të Shtetit Bashkimor Evropian për dikon rreth 1 triliard investime në pjesën ushtarake dhe kryesisht blerët do të vinë në SBA dhe është normale që SBA po përdor mirëfilli qasjen e presidentit Trump për të organizuar mund të them aktivitete të jashtëzakonshme në industrinë armatime me SBA. Pra, me pak fjalë, po e kthejnë këtë situatë në një tregti të mirëfillt, apo jo? Po kjo është nga aspekti teknik, është të vërtetë që kështu është në tregti, sepse influenca amerikane në vendet arabe e dëshmoi që ka një marrëveshje mes Rusisë dhe SBA-ve për ndarje të zonës së influencës, por mos harrojmë dëmi më i madh ka më bë pikërisht Ukrainës. Patjetër. Sepse aty do të jetë e pamundur që të fitojnë të gjitha palët. Pra njëra palë do të dëmtohet. Ajo palë është më e dobët, që është dhe rrezikon Ukraina që të humbas territore e më pas mund të vijojnë. Kjo është, shikoni, ne kemi realisht dëmtim të rendit ndërkombëtar. Pra edhe nga zoti Trump në një mënyrë se SBA-ja kur e ka ndërtuar këtë rendit që e kemi aktualisht e ka ndërtuar mbi bazën e institucioneve shumë palësh, ku normalisht influenca më e madhe ka qenë SBA-ve, edhe një strukturë ushtarake e cila ka qenë NATO, pra edhe një dollar si mjeti rezervë ekonomisë globale është dollari, dhe dollari e ka një rënje. Dhe normalisht kjo ka qenë ajo ngutia amerikane që ta nxen hapin që gjithin persik apo vendet arabe mos ti po themi kushtimisht thojza mos i pushtojnë në mënyrë ekonomike Kina, por kjo betejë do të vazhdojë, nuk do të jetë kaq e lehtë. Mirë, po nuk është që për 24 orë u zgjodh çështja e Ukrainës dhe Rusisë. Dhe do të merr shumë kohë. Kissinger ka paraqur në fillim të luftës që paqja e përkohshme mund të shkojë deri në 15 vite, sepse palët nuk do të jenë të gatshme që menjëherë ta pranojnë që dikush të fitojë apo të merr territor. Prandaj thash që paqja e përkohshme mund të shkojë jashtëzakonisht shumë gjatë, që do të kemi kështu në mënyrë të përkohshme paqe dhe mandej luftime, pra stopime, por fituesi normalisht që perëndimit të del fitues në fund, por kosta do të jetë shumë e lartë. Zoti Elezi, nga Ukraina, po, ka diçka të fundit, po. Vetëm disa ta citoj atë që unë pajtuam me vlerësimin që e bëri zoti Ariqi, vetëm se parë nga aspekti financiar tani SBA ka akorduar dikon rreth 10 triliard dollar të angazhimeve në industrinë armatimeve, çka do të thotë se industria kryesore e SBA-s tani më garanton edhe një ekonomi dhe deinflacion të jashtëzakonshëm që kishte SBA-ja për shkak pandemisë dhe problemeve të tjera me inflacionin. Për një biznesmen si Trump po shfrytëzohet mirëfilli nga inteligjenca amerikane për të garantuar fillimisht siç thash industrinë e armatimit dhe më pas edhe industritë mbarëse të cilat lidhen. Ju e keni parë vetëm një fakt duhet ta përmend. Rusia kishte pas një marrëveshje tregtare me Evropën 1 miliard në ditë.
të çështjes së gasit, domethënë shkëmbime tregtare në çështën e gasit, derisa sot e njëjta nuk ka pas deri në 250 milionëve. Çka do të thotë se kjo në aspektin e sigurisë ekonomike ka një ndikim, një impakt në drejt për drejt në aspektin e sigurisë përgjithshme, sepse janë organizimet apo akordimet financiare ata që ndikojnë në ndërmarrjen e veprimeve sa i përket strukturimit të çështjeve që kanë të bëjnë me sigurinë. Në aspektin e sigurisë, njëra ndër çështjet kryesore është çështja financimit të aktiviteteve ushtarake. Dhe do doja të kalonim pak tek një tjetër zonë tejet e tensionuar, e kam fjalën për Gazën, vijojnë tensionet atje, ndërkohë që kemi parë edhe vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian të bëjnë thirrje Izraelit që të lejojnë ndihmat humanitare në Gaza. Duket se situata sa vjen e përkeqësohet, zoti Arifi. Po, kjo po të regon që SBA-t kanë shumë limite në politikën e jashtme. Nuk ka basa se thjesht që po ka njerë po si që trumpetua edhe gjatë fushatës së Trump. Absolutisht, shikoni tash, zoti Trump ka kërkuar një anpushim në Gaza dhe nuk e kemi. Ka kërkuar shumë gjëra, por nuk janë. Domethënë, ose i ka për qëllimshëm, ose nuk e ka kapacitetin dhe fuqinë për të ndaluar krimet e luftës, sepse edhe sipas gjykatës ndërkombëtare penale, në 1.7 këto janë krime të pastra lufte, sepse po shkohet vetëm gjatë civilëve dëbimi, vrasje kështu me radhë. Prandaj as zoti Trump, as Bashkimi Evropian, as Zënët Arabe nuk po janë të afta që ta stopojnë luftën, me metode diplomatike kuptohet, dhe që të krijojnë një hapësirë ku mandej mund të rifillojë një dialog i vërtet për ta zgjidhur çështjen finale, sepse vetëm paqja e përkohshme, pra pak a shumë është narracioni i njëjtë, paqja e përkohshme nuk e zgjidh problemin izraelito-arab ose palestinez. Prandaj duhet një ndërmarrje shumë e madhe, pra gjithë ato mjetet që i përmendit zoti Elezi që ndrojnë, por mirë po ato nuk po e zgjidhin problemin në lindjen e mesme. Mos harrojmë, ne po bëjna biznes me vendet të cilat kanë një regjim krejt tjetër në raport me vendet tjera. Dhe këto regjime her pas here po i krijojnë probleme edhe Evropës edhe SBA-ve. Prandaj mendoj që nëse nuk kemi zgjidhje finale, siç e ka premtuar zoti Trump që do ta gjeni zgjidhje finale, po nuk po shihet në horizont. Mos harrojmë, ka një kritik masive, po flas të botës akademike ndaj politikës së jashtme të zotit Trump. Pra, edhe ne po them, nuk është strategjike, është më shumë taktike. Ekonomia e armatimit është vërtet që është të horizont, por ajo nuk e zgjidh problemin, por ajo nuk e zgjidh problemin final. Mos harrojmë, SBA i ka diku mbi 178 baza në këtë botën. Kina nuk e ka asnjë. Mirë po, nuk do me thënë që nga njëherë mund të kesh rezultate edhe pse ke shtrirje jashtë të madhe ushtarake. Zoti Elezi, një opinion të fundit nga ju për sa i përket situatës në Gaza. Do të them tek Trump. Në administratën e Trumpit ne kishim një angazhim interesant të Trumpit në lidhje me Jerusalemin. Dhe sot pikërisht është Trumpi ai i cili vetëm ka paralajmëruar njojën e Palestinës. Çka do të thotë se por apo analizuar nga aspektet konkrete të çështjeve që kanë të bëjnë me politikën apo dhe sigurinë, janë qarta këto pozicionime dhe besoj që na dërgojnë aty për cilën neve kemi folur. Unë ju falenderoj shumë për prezencën dhe për gjitha opinionet që ndat me ne, gjithmonë kënaqësi biseda me ju. Ditë të mbar. Mirupafshim. Do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak në Breaking.